Përshëndetje dhe mirë se po takohemi të dashurimisht të emisionit Familja Jon. Faleminderit shumë që jeni pjesë e pandashme e të dielave tona. Të dielën në emisionin Familja Jon flasim për demencën dhe Parkinsonin me profesor doktor Nazim Dakaj, neurolog dhe drejtor në Spitalin e Përgjithshëm Rezonanca 2. Në mbi moshën 65 vjeçare diku rreth 15% sipas studimeve rritet rrezikshmëria. Domethënë mirë po, sa më shumë që kalon mosha mbi moshën 80 vjeçare rrin në 25% rrezikshmëria e shfaqjes së smundjes Alzheimerit dhe demencave të tjera. Nëse në një familje ka pas shumë anëtar të familjes me smundje të Parkinsonit, atëherë mundësia e paraqitjes së smundjes Parkinsonit te pasardhësit është më e madhe se sa te ajo familje ku nuk ka pas anëtar me smundje të Parkinsonit. Në bllokun e dytë sjellim eventin e 20 vjetorit të klinikës gjermane. Te pjesa e tretë kemi intervistën me drejtoreshën e shkollës finlandeze, shkollë kjo që doli në top 10 shkollat më të mira në botë. Te pjesa e kuzhinës, nutricionistja dhe dietologja Albulena Shabani Ilazi na sjell recetën e trangujve turshi. To që janë me këto thumbat janë përshtatshme e kanë lëkurën më të hollë, edhe këto thera që i kanë janë më të përshtatshme për turshit, për shkak që edhe vetë përmbajnë më shumë probiotik. Takohemi të dielën në ora 16 në Kanal 10. Ky emision mundësohet nga Klinika Gjermane e Syrit, Pinea Medical Center, Royal Imaging Center, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Poliklinika Da Vinci.